Aq shumë fytyra të ndritura tregojnë se çfarë është rezultati i 12 tetorit këtë të diel Lipjan. Se Lipjanin e pret një 4 vjeçar i buzëqeshur dhe i ndritshëm. Prej fytyrave t'juja është buzëqeshje dhe ndriçim nga ardhmëria. Ju tashmë po e dini rezultatin e 12 tetorit, andaj edhe na keni bërë bashkë të nshesh me kaq shumë entuziazëm e gëzim. Tash gati 5 vjet e ka anashkaluar Lipjanin. E është koha e fundit, po është edhe shansi unik, mundësia e jashtëzakonshme, që këtë ta bëni edhe në Lipjanin tuaj të dashur, duke votuar lëvizjen vetëvendosje, numrin 105 dhe General Ilir Qeriqin për kryetar komune. Ta sheftoj generalin që të më bashkohet mua në skenë dhe t'ju drejtohet juve për 4 vjeçarin e ardhshëm që do t'jetë me dinjitet e mirëqenje, sepse fiton Iliri, fiton vetëvendosja, fiton numri 105. Në nivelin qendror u vërtetua se vetëvendosja është e vetmja mundësi për shtet. Le ta shfrytëzojmë këtë mundësi edhe për Lipjanin dhe ta bëjmë qeverisjen edhe në komunë. Ashtu siç e keni bërë me 9 shkurt, do ta bëjmë 12 tetor. Qeverisjes mirë të Albin Kurtit në qendër, do t'ja bëjmë realitet edhe qeverisjen në Lipjan. Me ne në qeverisje, secili qytetar, fshat, vetë banim, do të ketë mbështetje. Do të ketë mbështetje e investim për secilin vend.